Në zemër të krahinës së oparit, mes maleve të juglindjes shqiptare dhe rrugëve të vështira që gjarpërojnë përmes natyrës së egër, ndodhet një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë bizantine shqiptare, kisha e Shëndriadhës në Tudas. Vetëm pa kilometre larg Voskopojës, ky monument i heshtur mbart shekuj histori, besimi dhe kulture. Tudasi sot është thuajse i braktisur, por dikur kjo zonë ishte pjesë e një hapësire me jetë të zhvilluar, ku fiset feudale shqiptare ndërtuan monumente që shënonin fuqinë dhe identitetin e tyre. Në fund të pllajës së fshatit, pranë një shkëmbi të madh, shfaqet kisha e njohur, ndryshe edhe si kisha e Muzakajve, e lidhur ngushtë me një nga familjet më të rëndësishme aristokrate të mesjetës shqiptare. Sipas të dhënave historike, kisha e Shëndriadhës u ndërtua rreth gjysmës së parë të shekullit 15 nga zonja Ana Muzaka, bashkëshortja e Andreas së tretë Muzaka. Ajo përfaqëson vazhdimsinë e traditës së ndërtimit të kishave nga familja Muzaka, e cila sundoi territore të rëndësishme si Berati, Vlora, Kosturi dhe Durrësi. Arkitektura e kishës është tipike bizantine, me plan në formë kryqi dhe kupol qendrore. Edhe pse koha dhe dëmtimet kanë lënë gjurmë mbi të, monumenti vazhdon të ruajë pjesë rëndësishme të pikturës murale dhe programit ikonografik, dëshmi e nivelit të lartë artistik dhe shpirtëror të epokës. Kjo kishë ka një vlerë të jashtëzakonshme sepse është i vetmi monument i mbijetuar në një territor ku dikur ekzistonin shumë tempuj të tjerë, tashmë të humbur. Ajo mbetet një pikë reference në historinë e oparit dhe një simbol i trashëgimisë bizantine shqiptare. Shëndriadha e Tudasit rrëfen dy epoka, fundin e lavdisë së princërve Muzaka dhe fillimin e periudhës osmane në këto troje. Në heshtjen e saj, mes gurëve, afreskeve dhe kujtesës historike, kjo kishë vazhdon të dëshmojë lidhjen e fortë mes artit, besimit dhe identitetit shqiptar.